Pyjet janë mushkëria e planetit ton. Ato përmbajnë rreth 80% të biodiversitetit me pemë, shpend, kafshë e njerëz që bashkëjetojnë në mënyrë komplekse, duke shënjuar 1/3 e planetit ton. Gjysma e pyjeve janë ende të paprekura nga njerëzit dhe konsumi i kohës. Së bashku me oqeanet, ato janë linja e parembrojtjes së jetës në planetin ton. Që nga antikiteti, pyjet me pemë të larta kanë simbolika të ndryshme, me dritën e diellit që mezi depërton në disa prej tyre, e që merr një simbolik magjike e ndonjëherë edhe të frikshme. Më poshtë rendisim disa prej pyjeve më të bukur e magjepsës së botës. Pylli Ocareta në Spanjë gjendet në vendet baske në Parku Natyror Gorbea, ku me pemët e tij të lashta e me atmosferën mjegulluese, ky pyll ka një hije shumë misterioze. Një pyll tjetër, një nga më suggestionuesit në botë, është pylli i zhytur në liçenin Kaindi në Kazakistan. Liçeni ndodhet rreth 2000 metra mbi nivelin e detit dhe bredhat e kuq në brendësi të këtij liçeni krijojnë një pamje surreale. Një nga pyjet më të bukur në botë është pylli i pikturuar në Maui të Hawait. Ky pyll është shtëpia e kualiptit ylber, një lloj shumë i veçantë që gjendet veç në këtë zonë. Format e pyllit vallëzues që gjenden midis Lituanisë dhe Rusisë cilësojnë si një nga më magjepset në botë, njëjtë ndryshe edhe si pylli i magjepsur, pasi pemët që ndodhen në këtë pyll nuk rriten drejt, por marrin forma të ndryshme e nga më të habitshmet. Një tjetër pyll i çuditshëm është edhe pylli me gjemba, i ndodhur në Madagaskar, i cili mund të thuhet se është një ekosistem nga më të pazakonshmit. Ky pyll është kryesisht i përbërë nga bimësi që përngjajnë me kaktuset. Dhe padyshim nuk mund të mungonte Japonia me veçantinë dhe pyjet e saj mahnitse, ku pylli i bambuve, Arashimaya Sagano, është simboli i bukurisë, erës, qetësisë, rregullit dhe kulturës japoneze. Pra këto janë disa prej pyjeve më të bukura në botë, e ku na kujtojnë se natyra na fal mrekulli të tilla, e ne duhet vetëm t'i respektojmë e t'i mbrojmë.